23 shtator 2025 në Bajs të Kasratit, Bashkia Malësie Madhe, u mbajt Festivali Kombëtar i Lahutarëve, edicioni 2. Një aktivitet unikal për nga lloji i cili nisi në vitin 2023 dhe e bashkon lahutarët nga trojet shqiptare, Shqipëria, Kosova, Malizia e të tjerë. Lavda, Vargu, Epika, Trimi e Huta janë dëshmi të kulturës shpirtërore dhe artit burimor të mishëruara në madhështinë e lahutës dhe identitetit. E rapsodit popullor që na mblodhen sot në këtë edicion të dytë të Festivalit Kombëtar të Lahutarëve. Ne takojmë sërish në një ndër aktivitetet mjaft të rëndësishme të Bashkisë Malësie Madhe, nga Festa e Çobanit tashmë ku është e thënë ndryshe dhe patenta jote e organizimit. Jemi sërish në një organizim tjetër tek Festivali Kombëtar i Lahutarëve. Le të flasim pak për këtë edicion të dytë, një traditë që ka nisur 2 vite më përpara dhe ja ku rikthehet si një traditë e bukur. Të përshëndes, është kënaqësi me punu, me bashkëpunu sërish me ty dhe unë quaj një, si thush, një vlerë shtuar e listës e aktiviteteve që bëhen në Malësi të Madhe, aq më tepër për këtë festival lahutarësh, e cila në një farë mënyrë është pasaporta e identitetit të kulturës shpirtërore të malësorëve, e jo vetëm, e cila në të vërtetë e thënë për hir të kësaj lëvizje që ka, dhe me thënë, këtij vrulli të kohës që jetojmë, është akoma e pa asimilume dhe gjitha këto aktivitete që bëhen, jo vetëm që e kultivojnë, por njëkohësisht edhe ruajnë. Pra është një aktivitet i cili mendoj që duhet të kthehet në një traditë, në mënyrë që këto vlera kulturore jo vetëm që pasurojnë kulturën shpirtërore të tashme, por njëkohësisht edhe ruajnë këtë kulturë që e trashëgojmë në breza dhe mendoj që është një nga kulturat më të lashta me të cilat identifikohen banorët e Alpeve shqiptare. Për ta bërë sa më të larmishëm këtë festival, organizatorët kanë menduar të ndërlidhin gjithë trashëgimin kulturore të trevave të veriut, lirikën, çiftelin me kostumografinë e xhubletës, e cila tashmë zë një vend deri në UNESCO si pasuri kulturore kombëtare. A mendoni se kemi lindur në kohën e duhur? Sepse po mendoja për një moment, sikur ne jetonim në kohën kur u krijuan xhubletat, unë nuk do të isha gazetare. Po çfarë do isha në atë kohë? Ato gratë që shkonin te kroj dhe pastaj bënin, thashë theme për fshatin apo jo? Është vërtet se kanë dikush thashë them. A ka pas edhe atëherë thashë them, ë? Unë kujtoj. Unë kam saktë më ato që them. Jo sinqerisht po. Unë kujtoj gratë që kanë ardhur me xhubleta që vishin tana me rrallit ton. Tana veshin rrall. Si më i kujton ti? Mos e na dole emoshme tani. Ti je nuse re. Glas 5. Po ma tregon njëherë se vinin gratë këtu? I kam po, vishin kështu me bulira kështu në krah. Ashtu ë? A dhe njerëz se vishin. Bisedonin ashtu kokë me kokë me njëri tjetrin. Po. A bisedonin më shumë për gratë e bukura apo për të shëmtuarat? Ku di unë jam kanë vogël. Si e dëgjuar fare, si thua ti Donika? Unë se di. Ke lindur në kohën e duhur apo të kishe lindur atëherë apo në kohët e ardhme? Se di, ndoshta kam lind kohën e duhur. Në kohën e duhur. Do e kishe përballuar jetën me xhublet në atë kohë? Ndoshta, patjetër. Aha. Thuaj që burrat për 7 kohë gjithmonë. Po patjetër, thuaj që burrat Malësit Madhe janë liberal, ë? Liberal, ë? Në përgjithësi. Në përgjithësi. Në i veçanti të vogël e ka, po në përgjithësi janë të emancipuar, apo jo? Po, janë shumë të emancipuar. Janë toleranta për gratë të tyre. Jo, si shumë dakord. Jo, si shumë dakord, ë? Po dakord po e quajnë. Si erdhi koha që të intervistojnë nxënësen time unë, sa çudi, nga bankat e shkollës, tashmë jam në pozicione krejt të tjera. Unë jam në ato pozicione gazetare, ndërsa ti fal aftësive je në kryetare Bashkisë Malësie Madhe. Kjo tregon vlerat tuaja si mësuese, kur nxënësi del më i mirë si mësuesi. Sa më pëlqeu, kjo ishte shumë e bukur tani. Një vlerësim për ju dhe punën tuaj dhe të kolektivit të shkollës. Faleminderit shumë, i përshëndesim dhe ata. Kam një pyetje, si një vajzë e hijshme, je veshur ndonjëherë me xhublet? Jo, nuk jam veshur, është edhe një nga dëshirat e mia, edhe po mendosha se cilin aktivitet ta shfrytëzoj që ta vesh. Qoftë edhe për disa foto personale për të bërë një album, do më pëlqente shumë. E kam menduar, në familjen time. Malësia Madhe ka disa herë aktivitete, po ti që ke menduar shumë për këtë.
Kjo është puna që lidhet shumë me punën, sepse duke qenë gjithmonë e angazhuar në organizimet e aktivitete, do në kohën e vet. Po kam përshtypjen që do të shkonte jashtëzakonisht, se ke gjithë siparet e hijshme të një vajze nga Malësia e Madhe. Dhe të bëj foto, sigurisht që do t'i nis. Por që në familjen time nuk ka munguar veshja e xhubletës. Mamaja në promovimin që është bërë në Pallatin e Brigatave e ka veshur edhe, kështu që kemi një përfaqësuese nga familja që e ka veshur. Kjo është shumë bukur. Pra, dhe motrat, po gjejmë hapësirat. Do me thënë unë e llogaris që kur të vi herën tjetër me mikrofon, ne do të jemi të dyja të veshur me veshja e xhubletës, mos të jetë kështu, mos të kaloj pa u vënë re. Okej, pra ne do e vendosim si një kusht për të gjithë teleshikuesit, intervista e radhës që do t'i merret nën kryetar të Bashkisë Malësie e Madhe, do të jetë me xhublet. Se kush do të jetë aktiviteti, shpresoj të mos jetë larg, se festat e fund vitit dihet që kanë aktivitete të tilla. Po, patjetër. Është më mirë të vihet në një shfaqje me kostumet kombëtare, të këndohet apo në këto me ritmet komerciale. Si është më mirë? Ku dallohet? Nga shfaqja, nëse është shfaqje folklorit, normal që ku ndihesh më mirë? Të dyja. Po. Mirë, kur vishin xhubletën bëni më serioze? A? Unë sikur e reduktove pak buzëqeshjen, më duket. Nga xhubleta apo jo? Diçka, unë me xhublet nuk e preferoj fort me thënë drejtën. Më kam qejf të dal tamam kështu. Si duhet më dalë tamam. Me ruaza, me zebra. Po. Ja është ajo. Xhubleta është pak e rënë. Po që dukesh bukur, mua më befasove sa erdhe, se je ndryshe nga të gjitha herët e tjera që ka ardhur. Po të shkon. Po më shkon, po si. Janë gjithsej 10 lahutarë që do të ngjiten në skenën e edicionit të dytë. Lahutarët her pas here në aktivitete kanë qenë si pjesë e programit, pra element artistik i vendosur në program dhe ka pasur një vlerësim të jashtëzakonshëm, pasi aktivitetet që organizohen në Bjeshk apo në qafë Predeleci patjetër që do figurën e lahutarit. Por është një festival që nuk ka tashmoj një element, por kemi 10 lahutarë me syre dhe 2 mosha të reja. E theshëm bukur, të them të drejtën, kjo është edhe një nga ato, se thuash ato, arritjet më të mëdha që të bashkohen 10 lahutar. E para në mes vetit edhe këta janë në gjendje të krijojnë një farë dëshirët për të konkuruar mes vetit ata dhe për të pruar më të mirën e tyre, për sa i përket pjesës së folklorit, burimeve historike, asaj epikës së lashtë e cila është trashëguar me anë të lahutës, por njëkohësisht është edhe një identitet i cili po kultivohet, se tashmë prezenca e të rinjve, e fëmijëve të cilët nëpërmjet shoqatës Logu i Bjeshkëve ka bën të mujtën që këta të fitojnë edhe çmimet më të mëdha që mund të kenë grup mosha të tilla, siç është rapsodët më të mirë për grup moshat e vogla. Mendoj që kjo është edhe një sukses i jashtëzakonshëm, jo vetëm për shoqatën Logu i Bjeshkëve, por edhe për vetë lahutarët e Malësisë së Madhe e jo vetëm, të cilët kanë këtë tendencën ta kultivojnë në breza, pse jo edhe ta ruajnë në identitetin më të mirë të artit burimor që e bjen lahuta tashmë. Janë befasu disa miq tanë, edhe bile dhe punonjës së Bashkisë Malësie e Madhe, kur kanë panë program edhe emrin tuaj. Dhe njerëzit i njohin si një bamirës shumë i madh, apo si një lobues shumë i mirë rrugës Zugagjinit. Lidhja që keni me lahutën është vendi të parëve patjetër, sepse në postimet e ndryshme private që bëhen në rrjetet sociale, ne edhe jemi sinjalizuar që ti bie dhe jo thjesht i bie, po i bie shumë mirë. Këto prova bëhen atje në kontinentin e largët ku njerëzit rendin pas punës dhe pas paras. Me ty s'ka ndodhur kjo gjë. Ti i bie lahutës për pasion, ti mbledh dhe miqtë aty në shtëpi. Mirë, faleminderit për ftesën, e cila që i ka rënë kujt për mua si këngëtar, por duhet them këtë, lahuta është me bereza e virën mur. Dhe ajo ku do ta nxjerrësh në tëna rrugë e bos, flesh shqip me të tanë botën. Lahuta është si flesh shqip. Dhe unë jo se jam këngëtar ashtu vetë si përqif si e kena trashëgimi për e babës e për e gjyshit, lahutën, ajo është një diçka që ne ku do kam ik, unë e kam marrë me veti, se e kam në shpirt, jo se në mjef kush për këngëtar. Por me qenë se mu më kanë fëtua, edhe unë sote do t'i thëmë 2 fjalë. Dhe arti, lahuta dhe këto motivet që ka vëriu, e kjo zonë në Erikombit është ambasador i denjt për të me Europë, me Amerike, me të në botën, mundesh me folë me përmendis veprave të Malësisë e të Erikombit të Malësisë. Hera e fundi që u kam parë të interpretoni ka qenë në festën e Tërgajës.
Po, çfarë nuk ka. Jemi knaq, se aty është edhe relievi jashtëzakonisht i bukur dhe pjesëmarrja shumë e gjerë. Sa kohë që bie lahutës? Unë jam lahutar, gjokale nga katuni kshevë, nga ana atë kufinit nga Malizi. Qyshiri merrem me lahut, pse? Merrem me lahut pse ma kanë latë parë gjithmonë në shtëpi tonë, ka kanë lahuta atëre kam ruajt. Unë kam marrë pjesë shumë herë edhe në Shqipni, në Tropoje, në Valbone, këto trevar që kanë gjinokasër, s'ka me në kujtoj që s'jem kanë. Kurse edhe në Kosovë, ka të kua dhe ka 5 herë në muaj me kanë në Kosovë. Ati janë hapë shkolla lahutës në Prishtinë, kam ka një javë ditë muni mua. Pra ke dhe atje eksperiencën tënde. Unë tash kam një pyetje që ndoshta nuk e di si do të përgjigjesh, po do doja të vërtetën të ma thoje. Teksti këngëve epike, duke u mbështetur te vargjet e fishtës, kanë përgjithsisht konfliktin e hershëm me Malazest. Fakti që ti jeton brenda kufirit malazez dhe fakti tjetër që asimilimin nuk e mohojmë dot, ai është i pranishëm kudo në jetën e shqiptarëve në Maltëzi. A kanë diku te tekstet e këngëve të tua? Po, ka. A ka njerëz që vinë të thonë mos e këno ma këtë këngë? Ka, po si s'ka, ka lufta që janë banë në Zharnicë, të cemi atje, që kanë me Maltëzi, aty është lahuta, ajo konga që janë e koheshme, ka dhe tjera konga që kanë banë. Po, ti i këndon, apo nuk i këndon, sepse kjo gjë të sjell konflikt? Jo, i kënoj. I kënon? Po. Ku i kënon, vetëm kur vjen këthe? Jo, besa i kënoj edhe atin. Edhe ati i këndon me shqiptarve, Ato pra. janë vjetra, ato kanë kënë gjonat ashtu, nuk i kam. Po, ta ka bë kjo gjë jetën më të vështirë, sepse lautari është ndryshe historiani popullor. Dhe ti e ngulit me kujtesën atyre që të dëgjojnë historinë. Kjo Shqipëria ishte në luftë me Turqije meso, po mrena disa kohet i fotet edhe Malizi me hinë Shkodër. Edhe aty është një konë që e ka herë, thot nise Shkodra me Mallësti, tora dal ka jetë me bujri, se me Malizi kanë dash luftën. Unë të përgëzojnë, që se ti i këndon këto kënga nde, unë quaj trim ty, si herojnë të këngëve epike. Jo, i kënoj se ato lahuta duhet me kënuat gjitha. Po patjetër me thënë vërtetën historinë, po varet në rrethana që e ke të vështirë. Ato konga nuk i kam thurë unë, po janë libra, janë historinë e fishës ato në Po ti i jep jetë atyre, se ato mund të ishin harruar atje, po ti i jep jetë. Janë edhe konga krishnike që i kënohen me lahuta ka shkua gjumë. Ne jena koshient që historia e popullit shqiptar, dhe sidomos e trevave të Veriut, është sjell, është risjell, është treguar nëpërmjet lavdës, nëpërmjet epikës, nëpërmjet trashëgimisë kulturore, e përsjell gojë më gojë dhe sidomos në këngën epike të lahutës. Një pjesë e lahutarëve kanë marrë emocione të mrekullueshme nga edicioni i parë dhe kanë vendosur të vinë sërish. Vërtet një organizim që kalon përshtypjet veçanta, një organizim që ka qenë i veçantë në trojës shqiptare. Takimi i lahutarëve është një mashie e madhe që duhet gjithmonë me pas, se lahuta është në zhdukje, ka qenë në zhdukje se tash është duke bërë revolucion, është të rikthyer në trojës shqiptare më të madhe. Dakor. Ti vjen nga vjen ti vet. Unë vjen nga Ferizaj, shteti i Kosovës. Bukur, sa banor ka Ferizaj? Ferizaj ka 108.000 banor. Sa lahutar ka Ferizaj? I vetmi lahutar jam në rrafshin e Kosovës, i vetmi jam. Mas të jetë kush e ka mësu? Mas me Që ka me trashëgu? Idealit nipit është duke ushtruar. Po një trashëgimtar jam duke lanë. Bukur, flasim pak për lahutën, se këtu konkurimi ka pamje, që ti dhe ke shanse shumë të mëdhaja që ta fitosh sot, por shoh edhe lahutën, me elementet e saj, ka ndonjë histori lahuta, sa vjeçar është? Unë e them vërtetën, lahutën tash e kam, kongën e kam pasion, ndërsa lahutën edhe kongën me lahutë e kam mision. Derisa të kthehet lahutën në vendin ku ka qenë, që është trashëgimia shqiptare, s'ka me lëshu kur nga ato edhe ka me lënë trashëgimtar, ka më mundu me lënë trashëgimtar, sepse i ku vu vetit mision. Te Kulla, te Pragu, te Votra, aty rapsodi thinjur Plisbardh, me lavdën e tij të moçme, Ballo Xhakut e pranë Votrës, trashëgoi në breza frymën e dashnisë të krenarisë, virtytet e trimërisë, besës e të burrnisë, tek ferishtet e djepave, prej druni dhe sokolat burra të Kullës së Gurit, të cilët u ritën në prehrin stoik me tirqet plakut, zani e shtatit të cilit pak nga motet, tu i ra lavdës, e tu i shkrep hutës, me mbrojtë nderin, Votrën, Pragun e të shenjtit abe, si që mbron shqipja të sajën fole. Ky përshkrim na kthen pas në kohë
e na obligon të përshtatemi dhe sot në mënyrë që ta trashëgojmë kulturën e të parëve tanë në Breza. Bajqa Kastrati ka gjithmonë histori për të mirë, për të bukur, edhe ka një diçka shtepër e bukur, tepër e mirë. Ti qyteti, a i vlen një aktiviteti tillë? A e zgjon një çik, a i vlen? Jo, po është i domosdoshëm, me kujtua historinë, me kujtua të parët, me kujtua mrekullinë që ka pas Malësia Madhe, nuk e zgjan kur në botë këtë gjë. Ashtu, ë? Kur në botë se ka Po kështë. tani këtë plis që vure sot? Po këtë plisë unë e ve, ma ka vu baba, ma ka vu gjyshi edhe... Po. Edhe mban që nga e kohë? Tash u, herë po, herë jo, po me mbajt e bajt. Okej, i ke pa disa që i vendosin një shqipojnë këtu, je dakord ja apo jo? Tash ja, nuk e ka pas asë, ja, se ka pas, thjesht një plisë, Thjesht, po nga modernizimi, ku nuk është futur, edhe plisi është futur. Ja, bukur. Kështu që edhe gruaja gjubletin, 300 vjeçare ka gruaja gjubletin. Qa thu? Po, Keni dalë ndonjëherë kështu apo? Ka dalë, është... Ti me çakshira me xhublet? Po, direkt kena dalë. Ku keni dalë? Ku keni shku? Tirar, kena kenë në lesh, Apo kena shqitëri? kenë... Jo, more jo. Edhe tani dini ju? Tash i vonë. Bravo, a ju përgëzoj njerëzit edhe thonë? Detyrimisht, po dikur, tash e vetë, konцета se ka lujt puna, nuk është... Si dikur? Sa si dikur, thonë, pat para plejse. Ska gjë, ti mbaj ato, ska gjë, le të thonë ata çfarë dua. Mor ti të shkosh, ti me çakshir, ajo me xhublet, është e jona. Mbroje, pra, sa ata mund thonë erdhën këta Jo, nuk e jam malsorë të për vetë. jo, Po ti e ke krenari, mor Ka atë si gjë. malsorët, mor ku ka si malsinë, mama, mor ka si shkuko. Ava, nga i nadi, le të flasim. Ja, le të shkojnë, po, që sonde bukur, shumë bukur. Shumë bukur. Festivali Kombëtar i Lahutarëve u organizua nga Shoqata Kulturore Logu i Bjeshkëve me president zotin Preta Shnilaj, mjeshtër i madh, dhe me mbështetjen e Bashkisë Malësie Madhe nën kujdesin e veçantë të kryetarit të saj, zoti Tonin Marinaj. Bashkia Malësie Madhe jo pak herë ka tërhequr vëmendjen e opinionit gjerë, jo vetëm brenda kufive shqiptar, por aktivitete në të cilat përfshihen edhe artistët shqiptar, publiku shqiptar, por sidomos vëllezërit dhe motrat tona që vinë atje ku jetojnë shqiptarë, pra jashtë kufive tanë zyrtar. Që do thotë, emri mirë i këtyre aktiviteteve, nga njëra anë i ka rritur dhe reputacionin Bashkisë Malësie Madhe. Le të flasim pak për këtë mbështetje që tregoni vazhdimisht ndaj trashëgimisë kulturore në trevën tuaj. Faleminderit shumë Kozeta, në fakt edhe ti je një nga këta promovuesit dhe mbështetësit e trashëgimisë kulturore të Bashkisë Malësisë Madhe, por jo vetëm Bashkisë Malësisë Madhe, në fakt gjithë qarku të Shkodrës dhe të Shqiptarisë. Bashkia Malësie Madhe ka treguar një vëmendje të veçantë, sidomos ndaj projekteve të cilat synojnë ruajtjen e trashëgimisë kulturore, vlerat tradicionale tona, etnografinë, instrumentet e pasura, edhe ritualet e lashta që ka kjo zonë. Sot jemi tek një nga projektet që kemi mbështetur financiarisht, takimi i lahutarëve shqipfolës. Është edicioni i dytë në fakt dhe ne synojmë që ta vazhdojmë edhe më tej, sepse është një traditë e cila duhet kultivohet, sidomos duhet kultivojmë ato vlerat e cilat janë në rrezik, sepse ato të cilat janë trend dhe në modë nuk ke nevojë as ti mbështetesh financiarisht as ti promovosh, sepse ato janë të modës. Ndërkohë këto vlerat e cilat na identifikojnë ne si malësorë, ne si shqiptar, duhet të tregojmë një kujdes të shtuar realisht. Edhe po e ceku diçka që dikur thuaj se nuk ishte shtëpi pa lahut e fis pa lahutar. Ndërkohë në fakt sot na kanë ngelur shumë pak lahutar, por e kemi përgjegjësi institucionale, përveç se përgjegjësisë edhe dëshirë dhe vullnet që në fakt ta trashëgojmë tek të rinjt dhe fëmijët, dhe shpresoj që pretashi por edhe lahutarët e tjerë e kanë obligim moral që të nxjerrin një lahutar të ri, të vogël nëpër masat e tyre, nëpër masat e madhështisë që kanë lahutarët tonë sot. Ky angazhim serioz por rifreskon traditën e logjeve dhe kuvendeve në Malësi, ku lahutarët këndonin këngët e tyre epike, në të cilat mbahej gjallë historia e bashme të dhe trimat, të cilët me gjakun dhe heroizmin e tyre shpaguan lirinë e lahutarit dhe rapsodi i përjetësojnë lavdi. Festivali ka dhe konkurimin e lahutarëve si pjesë e rëndësishme e organizimit e tij. Më bën shumë përshtypje kriteri që keni vendosur te konkurimi, pra nuk është vetëm thjesht interpretimi, por është parë në total një lahutar me veshjen e tij karakteristike, me ato simbolet që ka në lahutën e tij, pra sa është kujdesur që lahuta të marrë atë origjinalitetin nga dora e tij. Këto janë kriteret shumë të bukura që nuk i kemi dëgjuar më përpara dhe ju përgëzoj për këtë. Tashmë si një studiuse, jo për ashtu, por mendoj që duhet të ketë disa kritere jo vetëm për këtë festival, por në çdo gjë që lidhet me pjesën e folklorit.
duhet të ketë kritere, jo vetëm në paraqitjen e jashtme për secilin prej lahutarëve, por kritere edhe për pjesën autoktone nga vjen lahutari, sepse banorët e Alpëve shtrihen gjithanej deri në malsitë e Gjakovës dhe mendoj që të gjithë kanë, si më thonë, përfaqësuesit e vet në këtë festival dhe mendoj që kjo është edhe një nevojë emergjente të ruhen vlerat kulturore të trashëgimisë kulturore të Malësisë së Madhe, por njëkohësisht edhe të gërshetohen këto vlera kulturore, të ruhet e gjallë epika legjendare, siç e kanë sjellë deri në ditët tona lahutarët. Sa vjeçare është kjo lahut? Lahuta është nga 2003 ku mblen në Kosovë, është një prodhues. Ai prodhoi mirë në Kosovë? Prang Palusha, është një mjeshtër i madh i lahuta, që i punon mirë shumë. Po, ke ndërhyrë ti bësh diçka apo jo? Unë e kësë shqipuar edhe për krenovë Skënderbeu të ndërhyjur unë e E vure ti këtë këtu, ë? Po. Ta bësh sa më shqiptare. Sa më shqiptare. Bravo. Edhe për krenovë është të kuptohet, po edhe këto kuptohet. Ku e varë në shtëpi këtë ti? Këto e kam vitrinën me libra që jam krijuesi i këngëve, edhe në atë pjesë e lahut që të linë edhe Shakira dhe Lahuta. Ai shkon aty në shtëpi, këndi aty apo ke divan modern këtë edhe? Me divanës. Është i fije kështu. Jam ka punoj në lahut, jam ka punoj po mendoj një kull shqiptare. Ka me qenë kulla Rapsodit, që me siguri mëra 2 vite e përfundoj edhe keme qenë aty pjesë asoj. Bravo. Ati evenimenti, po. U thojmë, s'kemi arë pasnjëherë, kemi kalu tangen në Ferizaj, po kemi një arsye të fortë që të ndalim edhe dim atë. Besoj ka me qenë evenimenti veçantë, se emri kulla Rapsodit ka me po, zë Lahuta ka me qenë e vorë në aty. Sukses e mbarësi sot. Faleminderit, suksese për ju e faleminderit për ftesën. Programi është menduar të ndërthuret me këngët e 2 artisteve të mrekullueshme, Donika Vucina dhe Violeta Dedaj. Kënga që ke zgjedhur sot. Në një festival të lahutarëve, çfarë këngë zgjedh Donika? Donika zgjedh këngët folk i moderum. Okej, lirike, epike? Po, lirike. Lirike, se gjithë ato epik që do të kemi nga lahutarët, i kemi pak lirik këtu dhe ndjenjë dhe dashuri. Me dashuri e ke dhe ti këngën? Jo, kam një këngë patriotike edhe një këngë patriotike, si ka mundësi sot patriotike, sot kjo? Gjitha i patriotizëm aty dhe ti do shtosh pak patriotizëm, se mos e ndrosh këngën në moment fundit, aty do ndosh, sa aty ke bërë ndryshaj. Ta kaloni sa më mirë edhe suksese sot në skenë. Faleminderit. Bashkia Malësie e Madhe dallohet për një sër aktivitetesh me karakter kulturor folklorik të organizuara nga strukturat dhe qeverisjet lokale, subjektet private, por dhe diaspora. Ndjeni me fat ose të përkëdhelur në aspektin natyror, ju keni një bashki jashtëzakonisht të bukur. Nga ana tjetër, edhe traditat apo dhe kjo veshje e hishme që u mbaj sot. Pra ndjeni pak me fat se ju kanë qelluar pikërisht ju në këtë bashki vlerat më të mira që i ka gjithë Shqipëria. Besoj se nuk na kanë takuar rastisht, besoj se e kemi paraardhësit ton, ndoshta ne tani kemi obligimin që të mos ndihemi thjesht dhastuar apo me fat, por ne duhet punojmë, qëse e kishim fat, kemi këtë natyrë të mrekullueshme, por edhe këtë pasuri kulturore, nuk duhet jemi thjesht me fat dhe krenar, por duhet punojmë që ta meritojmë këtë që kemi trashëguar. Të falenderoj dhe suksese në këto aktivitete, në suportin e vazhdueshëm që i jepni dhe në jehonën e mirë dhe impaktin që krijojnë kudo që shkojnë në valët e të gjitha televizioneve që i përcjellin në kronikat e tyre. Faleminderit shumë Kozeta, je shumë e mirë. Faleminderit shumë. Arti buron nga shpirti, e shpirti jeton në art. Ndaj dhe kjo pasurie jona kulturore ka mbijetuar në shekuj për të na dhënë identitetin kulturor kombëtar. Ne zgjodhëm për këshërinë e të gjithë teleshikuesve të japim një përmbledhje të programit të festivalit, duke i paraqitur edhe fituesit e tij. Hej Lahut, sa e moqme je, në ko legendash ti ke le, mbi tel tan shumë gishtaran, faqen tande shumë lotu pan, Krajl Nikola pa than dikur, s'mund të ashtroj malsin kur, për pa e vranjat lahutar, se në kanë trimat po mingjall. Ja në këto vargje të këngës Lahutari zvritet kur, të Rapsodit Jonus Delaj, në të cilat mishërohet identiteti dhe madhështia e Lahutës në kulturën shpirtërore të kombit tonë. Të trashëguar në shekuj,
në mjediset e ngrohta familjare, ku u lind dhe mori jetë, identiteti dhe krenaria fisnore. Me këtë përshkrim, kuptim plot, për identitetin ton kulturor, të mirë përfaqësuar nga Rapsodi me lahutën shekullore, Çelësi Parin, edicioni 2 i festivalit kombëtar të lahutarëve. Do të ftoja përpara jush organizatorin e këtij festivali, lahutarin e mirënjohur Preta Shnilaj, mjeshtër i madh, ikone lahutarëve kombëtar shqiptar. Ai përfaqëson njëherësh edhe shoqatën Logu i Bjeshkëve, pra pikërisht shoqata Logu i Bjeshkëve që organizon këtë aktivitet. Por ju e dini shumë mirë që ky lahutar, emri i tij i mirë, imazhi i tij i fishëm, shumë herë bëhet pjesë e simboleve të aktiviteteve kombëtare mjaft të rëndësishme, me cilat përfaqësohet Shqipëria dhe që na bën të gjithëve të ndihemi krenar. Megjithatë, vlera e tij është akoma më e madhe, pasi është një përvojë e fituar në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. Mjafton të kujtoj këtu festivalin kombëtar folklorik të Gjirokastrës, apo dhe shumë lëvizje të tjera në Europë dhe në Amerikë, ku ai së bashku me lahutën e tij, me imazhin e tij, me këngët epike legjendare ka krijuar një imazh shumë të mirë. Mirë se vini, spektatorët në Rum. Duhet të falenderoj Bashkinë Malësi e Madhe, njëkohësisht Drejtorinë e Kulturës Malësinë e Madhe, personalisht kryetarin e bashkisë Tonin Marinaj, për mundësinë që na jep për me organizu aktivitetet e tilla. Ky është edicioni 2 të festivalit lahutarëve. Një festival i cili filloi të marrë në jetë para 2 vitesh. Ishte një gjë shumë e mirë dhe ka fillu me një përmirësimin falë dhe përvojës tonë dhe këtyre aktiviteteve kena fillu me e transmetu të brezat e ri të instrument të lashtë. Festivali lahutave ka një rëndësi të veçantë, veçanërisht për Malësinë tonë, sepse Malësia është djepi i lahutës. Aty unë zgjerrë fishta, shkrova dhe librin me titull Lahuta e Malësisë. Pra Malësia e Madhe ka dhe një detyrim ndaj lahutës. Ka dhe një detyrim që mos ta lënë lahutën me dek, mos ta lënë të shuhet lahuta. Dhe besoj se falë dhe rënimin së bashkisë nuk do të lëmë për me vdek lahutën, por do të rinjallëm dhe do të transmetojmë në breza. Malësia e Madhe shuhet për lahutarët me zë që kanë zjerë. Edhe unë vetëm emrin do them, por vlerësimin e tij më mirë se sa populli kush do ja jepte. Një duartërkitje shumë të fortë për Jonus Delaj. Shoqata Logu i Bjeshkëve ka menduar, pavarësisht se vlerësimet e tij janë të shumta, por një vlerësim patjetër që duhet nga organizatori i edicionit të 2 të festivalit kombëtar të lahutarëve, para se ta dorëzojmë do të ftoja për të rritur më shumë vlerën dhe për ta bërë mjeshtrin tonë të ndihet akoma më mirë, dhe jo vetëm atë, por dhe ju të gjithë që e doni dhe i keni dëgjuar pa rreshtur këngët e tij. Do të ftoja nën kryetarin e Bashkisë Malësi e Madhe, zotin Sytkin Drecaj, të na ndihmojnë në takimin e këtij vlerësimi. Mirëmbrëma gjithëve, është kënaqësi që ndodhemi këtu në qendrën të Bajzës në këtë aktivitet, mund ta them mbar kombëtar të lahutarëve. Tashmë Bashkia e Malësisë së Madhe ka marrë një nisëm dhe po forcon edhe me te organizimin e eventeve të tilla etnokulturore, siç është edhe festivali i lahutës. Duke përshëndetur organizatorët, njëkohësisht edhe institucionin tonë, në emër të kryetarit të Bashkisë Malësi e Madhe, zotit Tonin Marinaj, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pranimin tuaj këtu. Ashtu siç kemi kënaqësinë të kemi këtu bashkangitur 2 lahutar më të dëgjuar të tërvestuar në Malësi e Madhe, por edhe me zjarr, të madhin Jonus Delaj dhe po kështu edhe të madhin tjetër Preta Shnilaj. Shoqata kulturore Logu i Bjeshkëve nderon me titullin Nderi i shoqatës lahutarin Jonus Delaj për kontribut të shquar në përqimin e vlerave kulturore, folklorit burimor, këngës epike dhe artit muzikor kombëtar, për pjesëmarrje të gjerë në skena e festivale kombëtare e ndërkombëtare,
ku me lavdën shkollore veshim me kenari Kelmendin, Malsin dhe gjithë shqiptarin. Për tashnilaj, kryetari i shoqatës kulturore Logu i Bjeshve, datë 23 inanti 2025. Është kënaqësi shumë e madhe sot me kanë pra njësh, si çdo bi për babën e vet, jo unë që jam bie një legjende, një njeri që ka përçu folklorin anë mban botë, tu dhënë këngë të më të bukura, etnokulturën e trashëgimin e gjonat më të bukura që ka një popull. Jam shumë e nderuar për këtë, çmim titull, dashuri, respekt ndaj babës tem. Unë ju uroj tonëve shëndet edhe çmime të bukura, organizime sa më të bukura. Nderime dhe respekt për gjithë ju që keni menduar me respektu babën tem sot. Faleminderit. Në radhë parë është kënaqësi e madhe që jam marrësor, por nuk e di se sa kam mujt që të ruaj të vlerë lahutën apo tiujt e sajna, se lahuta është lashtësia jonë. Faleminderit shumë. Shëndet të kesh, edhe ti rikthesh ndonjë interpretimi me lahut, Jonas. Programi sot nuk ka vetëm këngë, po ka dhe një konkurim. Një konkurim që ka disa kritere që i kanë vendosur organizatorët. Po cilat janë këto kritere? Edhe ju si publik, pse jo mund të shikoni pavarësisht se vendimin e merr juria. Veshjet autoktone më origjinale të Rapsodit. Pra, mund të kemi një çmim për veshjen autoktone të Rapsodit. Ju e shikoni ata kanë ndryshueshmëritë e tyre dhe vetë lahutat ndryshojnë. Do të ketë edhe një vlerësim, lahuta e pasur me simbole autoktone. Ju e dini që lahutarët gjithmonë i personalizojnë dhe vendosin ikonat e tyre apo simbolet e tyre shqiptare. Kemi vendosur një kusht për gjatësinë e këngëve, pasi ato përmbajnë një histori të plot nga fillimi dhe deri në fund dhe nganjëherë minutazhi i tyre e kalon edhe 10 minuta, por ne kemi menduar që të jetë në kuadrin e një programi artistik ku ju keni ardhur dhe çjoni një shfaqje dhe kemi vendosur 3 minuta për secilën këngë. Kjo këshill është për ju, ju lutem, kënga mund të jetë shumë e gjatë, por ato 3 minuta duhet të jenë shumë koncize. Duhet të këndojnë, kuptohet, pa USB, pa dis, pra drejt për së drejti, themi në gjuhën shqipe. Duhet jetë këngë e llojit epik legjendar, janë përjashtuar, lirizmin do t'ju lëmë këngëtareve tona, që do të pasurojnë programin. Kemi menduar të japim 3 çmimet kryesore, duke filluar nga i treti, i dyti dhe i pari, që do t'i përzgjedh juria. Dhe unë do të prezantoj edhe jurin, prej Tashnilaj, mjeshtër i madh, lahutar dhe Rapsod, është pjesë e jurisë. Kujtim Rexhvelaj, muzikant. Kadri Pikaj, poet, shkrimtar dhe publicist mjaft i njohur. Zoti Gjovalin Popaj, përgjegjës i kulturës në Bashkinë Malësi e Madhe. Për të vijuar me një zonjë shumë të nderuar, partërkitje shumë të fortë për nënkryetarin e Bashkisë Malësi e Madhe, ishin zënësën time, zonjush Brunilda Isufaj. Faleminderit. Unë do të vazhdoj programin një këtu, pa unë gjitur atje duke prezentuar Rapsodin e parë që do të vinë në skenë. Gjok Kalaj, ai vjen nga Trishi i Malësisë së Madhe në brenda territorit zyrtar të Malit të Zi dhe do të konkurojë me këngën e tij epike legjendare. Shane,
Ne do të kalojmë në një konkurent tjetër, konkurenti i dytë që do ngjidhet në skenë vjen nga Belgjika. Enkas për këtë festival. Ai është lahutari Xhavid Balidemaj me origjinë nga Plava. Dhe tani është radha e një lahutari nga Kosova. Unë do të them emrin e tij për të bërë gati dhe për të ardhur në skenë. Nazmi Hajdari, me veshjen tipike autoktone të Rrugovës. Zotin Dueftoni, e kemi dëgjuar këtë emër të lakohet në media, po kurse si në pozicionin e lahutarit. Disa po thonë nuk po e njohin nga plisi dhe thonë, po e kemi dëgjuar këtë emër, shumë i njohur, po ku e keni dëgjuar? Në veprime bamirësie ka ndihmuar shumë familje në nevojë dhe sidomos ka lobuar për rekonstruksionin e rrugës së Dukagjinit, janë bërë kush e di sa e sa aktivitete me shoqata të ndryshme. Është nasive që për mos onde që nullëm mesin duj. Unë gjitha kësha menu përse malësia male me hynë të bënë burë, po përse më bënë lahutarë s'ma ka marrëmenja këngëtarë së onde. E na rope
Kom kash po I thon dy fjall, po I shalla fjall të muë, po më vinu marë. Unë po falëm nesë që më keni thirë, o, gjithë kushartë, o, knofto për të mirë morohe. Dhe tani do vi një lahutar me një zë të mrekullueshëm. Bile në kohën atëherë kur nuk ishte celular, kam përshtypjen sikur të kishte jetuar para 100 viteve, do të jepte të gjitha lajmet në Kelmend. Përpara jush lahutari Kelmendas Luigi Gjerkaj. Shoqata Logu I Bjeshve, themeluar në 2019 nga mjeshtri madh Pretash Nilaj, njihet për grupimin e artistëve dhe organizimin e tyre, por mjeshtri ka dhe një tipar shumë duhet vlerësuar. Ai vazhdimisht kujdeset për talentet e reja që t'i bien lahutës, të këndojnë me lahut, bile edhe ata që nuk e kanë ndërmend të këndojnë, por që të prodhojnë lahutën dhe çiftelinë. Me siguri keni thënë, po këta dy djem këtu a janë për dekor, nuk e kemi as pak për dekor, ne kemi trashëgimtar dhe kjo fal punës së mjeshtrit madh Pretash Nilaj. Unë do të bëj një prezantim shumë të shkurtër të tyre, duke thënë ato kuriozitetet. Emanuel Suka, ky djali që është këtu, është 16 vjeç edhe është trinjak. Ka dhe 2 motra të tjera binjake me veten e tij. Dje kishte ditëlindjen dhe ne ju urojmë sot të bëjnë 100 vjeç. Ne zakonisht kur mësojmë për një lahutar, e kemi në shqiptar, t'i marrim biografinë atij dhe I themi, kë ka pas lahutar? Babën, gjyshin. Në fakt Emanueli e ka nga gjyshi I tij. Ai faktikisht është në shkollën e artit Prenkjakova në Shkodër, por lahutën e ka mësuar direkt nga gjyshi I tij. Mësimet më tej I ka marrë nga lahutari për ta vendosur e thënë ndryshe në shina, se si duhet I bie me të vërtet, në mënyrë profesionale. Le të ndalemi pak te ky djali që është këtu edhe nuk di pse po ndihesh I huaj sot? Jo, prej se do them një kuriozitet, do t'i habisim të gjitha. Djali quhet Marcel Meta. Tani do thoni ju, po ky gjyshi nga e ka, babën nga e ka rënë lahutës apo jo?
Ky është nga Tirana. Babai nga Tirana. Gjyshi nga Tirana. Babai si ka rënë Lahutës. Gjyshi nuk i ka rënë Lahutës. Marseli krejt papritur i bie Lahutës. Ai është tërhequr jashtëzakonisht. E meriton të këtë duar trokitje. Nga interpretimet në Lahut, edhe gjithmonë ka pritur një ditë, atë ditë që ne themi ose se kam atë fat. Të takonte nga afër mjeshtrin e madh prej Tashnila. Dhe mjeshtri ka shkuar deri në Vor, i ka dhënë mësime, që ai ta mësonte mirë Lahutën, se kur është pasioni dhe dashuria, po ç'a nuk bëhet. Dhe jo vetëm e mësoi, por ai u shpall. Rapsodi më i mirë për grup moshat e vogla në festivalin folklorik të shoqatave që organizon qendra kombëtare veprimtarive tradicionale shqiptare në Peshkopi. Pra këtu kemi fituesin, dhe kjo fal pasionit dhe kjo fal mësimeve shumë të mira që ka dhënë mjeshtri i madh. Tash unë pres që dëgjoj pak toskërisht, se dëgjuam boll gegërisht. Marcel sie, na trego pak për pasionin tënd. Përshëndetje gjithëve. Unë kam filluar Lahutën në moshën 11 vjeç, tërësisht vetë, duke pa thjesht në YouTube, dhe nga aty e mësova, thjesht nga fryma patriotike, që jam mësu duke dashat dhe unë. Bravo. Do të vinë 4 kërcimtarë që e din shumë mirë këtë valle dhe që jo çdo kush mund ta kërcej. Ftojmë Gjergj Lumaj, Antonila Preldakaj, Marcela Preldakaj,
dhe Joni Prel Dakaj. A ka ma kërcimtar të tjerë me mbiemrin Prel Dakaj? Omerin është një këngë që do ta sjellë rapsodi nga Dukagjini Lula Shplumi, i cili banon në Lezhë, po ka ardhur enkas për festivalin. Roma dhe mirë se u gjetëm Malësia e Madhe. Festa e gëzime e parë që gjithmonë.
po në foki shodhajës në kolon. Koro djeli dhe nuk poze. Zati qaboni ajteto bashumuja. Shok more trimi mi kom lel. U e në lugjet verdha ta pas kanë dol. U djallin në shkijet e mujt ja kanë vro. E djallin dhe more muj e koshti. Falenderojmë lahutarin, tek bashkohen Buna e Drini, Brili Qenit, kur jedh Kiri, mbreti djem të kishte mbledh, mbi atë shkam me ngrit një kështjell. Me këngën Rozafati do të vi përpara jush lahutari Gjon Kosteri, sërish nga Dukagjini. Mirë mbrëma, Valësia e Madhe, mirë se u gjetme. Kelmendi edhe ne kemi konkurim jo vetëm mes lautarëve, po kam përshtypjen, kjo është për humor, edhe mes krahinave. Kemi 2 lautar nga Shoshi. Zoti ndueftoni Gjon Kosteri dhe tani vjen lautari i dytë nga Kelmendi, nga bjeshkët e bukura të Kelmendit, Gjergj Lumaj.
Kuvendi shqiptar tashmë ka filluar nga puna, mediat kanë bërë të tyren, është shumë e vështirë t'i gjesh sot deputetët e aq më tepër të vinë në një aktivitet artistik, është shtator ende. Megjithatë, deputeti Buja Rexha e ka gjetur kohën dhe ka ardhur këtu për ta ndjekur aktivitetin nga fillimi dhe jo si rastet e tjera vim qëndrojmë 10 minuta se ashtu na do detyra dhe pastaj ikim. Keni qëndruar deri në fund. A mund të vini këtu për një përshëndetje? Mirëmbrëma të gjithëve, bajzanëve, malcorëve, të cilët e kanë ndëru folklorin shqiptar, e kanë ndëru lautën e malcorëve me prezencën e tyre sonde, lautarëve të gjitha krajinave shqiptare, shqipfolse, këtej edhe ma thanë kufirit, i uroj sukseset, fitojnë më i mirë i sonde, më si na knaqen, sepse lauta është instrumenti aq i vjetër sa aq i vjetër është edhe kombi shqiptar. Lauta duket sikur ka lind bashkë me shqiptarinë. I ka knuar qysh në legjendat e muajit të Halilit, edhe ka shoqëruar shqiptarët në luftrat e vazhdueshme për liri e pavarësi. Edhe sonte këtyre lautarëve të nderuar u knof zemra edhe ju uroj shumë suksese edhe në festivalet e tjera markontare. Gjej rastin me që do më dha fjala, gjej rastin të falenderoj Bashkinë Malsinë e Madhe, Drejtorinë e Kulturës të bashkisë, si dhe të gjithë atyre që e pun të mundur këtë aktivitet dhe këtë nismë që e ka nisur disa vite më parë, edhe ta bëjmë akoma edhe më të madhe vit pas viti, ku qeveria shqiptare patjetër do të rrisë buxhetin dhe grandet për bashkinë, veçanërisht për kulturën, që të kemi edhe aktivitetet tjera më të shumta në Malsinë e Madhe dhe në qoftë edhe njësi të tjera administrative. Ju falenderoj gjithëve dhe ju uroj suksese. Falenderojmë deputetin. Donika Vucinaj, skena është për ty, po unë do të sugjeroja këtu dhe jo atje. Se po më mbetet hatri Violetës. Në fakt tu i pak më lirshëm, juria do bëj të vetën, por unë do ftoja edhe qytetarët e Bajzës, pse jo të na bashkohen në ritmin e këngëve të tua të bukura. Faleminderit shumë. Jetuar Trokiki, lutem për moderatorën më të mirë, zonin Kozeta Bruçi. Mirëmbrëma Bajza, mirëmbrëma Malsia e Madhe. Një përshëndetje dhe një falenderim për gjithë organizatorët e këtij festivali, kaq të bukur. Është nder dhe kënaqësi për mua që jam mesin tuaj në vendlinjen teme, këtu bashkë të Shpella e Frashtit. I përshëndes dhe gjithë lahutarët, ju uroj suksese, shëndet dhe jetë sa më të gjatë. Moj marante, moj limuhe, moj marante, moj limuhe. Moj marante, moj limuhe, moj marante, fillimisht çmimin e tretë, për të cilin unë do ftoj personalitetet këtu për të na nderuar. Atëherë do ta fillojmë me vendin e tretë. Do lexoni vetëm motivacionin, por certifikatën
Ftoja këtu nën prefektin e Bashkisë Malësie Madhe, zotin Hysen Hysaj, për të dhënë vendin e tretë. Mirëmbrëma gjithëve, ju faleminderit për pjesëmarrjen, për vëmendjen, dhe kjo do të jetë për ne një natë e paharruar, e përsëritshëm shpesh, me më shumë njerëz, me më shumë artistë dhe më shumë suksese në të ardhmen. Ju faleminderit për pjesëmarrjen. Atëherë, fituesi i çmimit të tretë është zoti Xhavid Balidemaj, për interpretim në manifestimin kulturor Festivali Lahutarëve 2025, organizuar nga Shoqata Kulturore Logu i Bjeshve me mbështetje të Bashkisë Malësie Madhe. Atëherë do ftoja zonjën Majlinda Laçej për të ndarë vendin e dytë. Çmimi i dytë jepet lahutarit Luiz Gjerkaj, për interpretim dhe cilësi të rrallë edhe si instrumentist edhe si këngëtar, për vokalin dhe interpretimin e instrumentit. Do ftoja drejtoreshën e kulturës zonjushën Donika Belaj për të dhënë çmimin e parë. Çmimi i parë i jepet lahutarit me perspektivë të madhe Marcel Meta, për interpretim në manifestimin kulturor Festivalit Lahutarëve 2025, organizuar nga Shoqata Kulturore Logu i Bjeshve në mbështetje të Bashkisë Malësie Madhe. Dua t'i them dy fjalë përpara se të përfundojmë. Përshëndetje gjithëve, mirëmbrëma. Jam shumë e lumtur që Bashkia Malësie Madhe në drejtimin e kryebashkiakut Tonin Marina dhe me iniciativën e tij personale ka mbështetur këtë aktivitet financiarisht Takimi i Lahutarëve Shqipfolës. Falenderoj Pretashin për organizimin, edhe pak më parë Kozeta më ka bërë një pyetje sepse juve ju kanë takuar gjitha këto pasuri natyrore, kulturore, shpirtërore e tjerë. Unë i thash që nuk janë rastësisht, por në fakt duhet ta tregojmë çdo ditë me vepra, me punë që nuk i kemi trashëguar rastësisht këto pasuri natyrore, kulturore, shpirtërore, dhe nuk duhet të mbetemi vetëm tek afirmimi që jemi krenar, që jemi malsor, por duhet ta tregojmë me vepra, ta kultivojmë, ta promovojmë më tepër, ta ruajmë trashëgimin tonë të pasur kulturore, dhe ashtu siç ndihemi ne krenar për paraardhësit tanë, ashtu dhe brezat që do të vinë pas nesh të ndihen krenar për atë që ne ju kemi transmetuar atyre. Faleminderit gjithëve që jeni prezent. Kostumi më i mirë, më karakteristik, më autokton, i jepet zotit Nazmi Hajdari Rugov. Dhe e fundit, lahuta më e mirë, më karakteristike, fiton lahuta e Gjergj Lumaj, Kelmend. Mirë se sa vetë përgjegjësia e njësisë administrative Florinda Peraj ta jap të çmim. Urdhëroni dhe e dorëzoni. Atëre, suksese të gjithë pjesëmarrësve dhe fituesve. U takofshim në gëzime e festivale e konkurrime të tjera me më shumë pjesëmarrës, me më shumë dhurata të tjera folklorike, instrumentale, dhe pse jo gjithmonë brenda trevës së Malësisë Madhe që e kanë ndëruar gjithmonë folklorin shqiptar. Një duartrokitje të fortë për regjisorin që e humbën pak kohë më parë, por që punoi çdo detaj të edicionit të parë, zotin Maras Shukaj. Faleminderit, faleminderit. Po të mos harrojmë se Bajza me sa duket se radhe përfaqësohet me një zonjë shumë dinjitoze, e cila ka punuar për edicionin e dytë, dhe kësaj radhe regjizore ishte zonja Rita Shkurta, një duartrokitje edhe për të. Prandaj Bajza meriton që festivali të bëhet pikërisht këtu. Falenderojmë Shoqatën Logu i Bjeshve, falenderojmë Jorin, lahutarët. Shpresojmë që në edicionin e ardhshëm të kemi edhe më shumë lahutarë, edhe më shumë publik. Ta kaloni gëzuar dhe miru takofshim në edicionin e tretë. Faleminderit dhe Bashkisë Malësie Madhe. Qëndrojmë këtu për të bërë një foto ndoshta të gjithë së bashku.